Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari në deklaratën e sotme për mediat theksoi se nuk ka asnjë viktim nga të lënduarit në zjarrin në Koçan. Nga gjithsej 178 pacientë të lënduar, 64 po trajtohen në institucionet shtetërore publike të vendit, 13 pacientë në spitale private dhe 101 pacient po trajtohen në qendra mjekësore jashtë vendit. Gjithashtu ai bëri të ditur se sot është organizuar transporti i fundit i pacientëve të lënduar jashtë vendit. Lajmin e parë që dua sot ta ndaj me ju është për 72 orë mbas tragjedisë së Koçanit, asnjë të vdekur prej këtyre të cilët e përjetuan këtë tragjedi. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacientë, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacient janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal ngadalë nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot 3 apo 4 pacientë do të lëshohen në shtëpi prej qendrës klinike. Aktualisht në qendrën klinike po trajtohen 35 pacient, prej të cilëve në Karil 6 pacient, në kirurgjin pediatrike 4 pacient, në kirurgjin plastike 6 pacient, në traumatologji 2 pacient, në kirurgjin torakale dhe vaskulare 4 pacient, në toksikologji 10 pacient, në pulmologji 2 pacient, në oftalmologji 1 pacient. Në spitalin e përgjithshëm 8 shtatori janë 15 pacient, nga të cilët 2 do të transportohen sot për Suedi. Në spitalin e vjetër të qytetit janë 11 pacient, ndërsa në spitalin klinik të Shtipit po trajtohen 3 pacient, nga të cilët 2 do të lëshohen sot për mjekim në shtëpi.